Ndodh edhe kjo, si pëlqeu prerja e flokëve të riut shqiptar i erën syt. Rreth me shkop gome berberin i shkatëron makinën. Një incident i pabesueshëm ndodhi në Pilos, ku një 25 vjeçar me origjinë shqiptare sulmoi një berber 51 vjeç sepse nuk i pëlqente prerja e flokëve që i kishte bërë. Sipas asaj që raportoi Mega, i riu nuk ishte i kënaqur me prerjen e flokëve që bëri 51 vjeçari dhe pasi ofendoi u largua nga dyqani. Megjithatë, ai u kthye pak kohë më vonë, i armatosur me një shkop gome. Sulmuesi sulmoi berberin 51 vjeçar duke hedhur atë për tokë dhe duke rrahur me shkop gome për më shumë se 10 minuta. Tërbimi i 25 vjeçarit nuk u ndal me kaq pasi sulmoi 51 vjeçarin. Ai shkatroi edhe makinën e viktimës përpara se të largohej nga vendi i ngjarjes. Fqinjët që vuan re incidentin njoftuan policin, ndërsa oficerët arrestuan 25 vjeçarin, i cili më pas u soll para prokurorit.